Dario thot, po unë që jam vetëm 10 vjeç dhe jam falur në xhami që 6 vjeç dhe agjeroj. Allahu të rujt Dario, Allahu të boft hajrit, Allahu të boft të mbar. Mirësia e madhe është që një fëmijë të rritet duke adhuruar Allahun e lartësuar, një i ri të rritet duke adhuruar Zotin e gjithësisë. Madje profeti alayhis salam përgëzon në një hadith, pra ku thot 7 kategori njerëzish do t'jenë në hijen e arshit Allahut lartësuar atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit Allahut lartësuar. Pra siç kuptohet prej hadithit, dhe një i ri i cili rritet duke ju bindur Allahut të lartësuar. Ti edhe pse nuk e ke detyrë akoma pra namazin, se nuk e ke arrit moshën e pubertetit, përsëri falesh dhe për këtë inshallah shpërblehesh. Dhe normal, kur të arrish moshën e pubertetit, je i përgatitur për ta kryer më së miri këtë shtyllë prej shtyllave të Islamit. Elus Allahun e lartësuar që të ruaj dhe të bëj të hajrit. Mashallah.